Dhe patjetër Izraeli ka një interes të veçantë për sa i përket qoftë edhe këtij incidenti për të vetëm arsye sepse është Izraeli ai që e ka futur Amerikën në luftë kundër Iranit. Kështu që kjo lloj deklarate tregon që Izraeli mundohet ta paraqesë një rrezikshmëri shumë të madhe të presidentit, pikërisht pse është bërë lufta apo ky konflikt se vazhdon ky konflikt, që ky konflikt pra duhet vazhdojë, ndoshta kërkonin t'ja ngjishnin themi edhe vendeve të tjera, qoftë Kinës, qoftë Rusisë, qoftë vetë Iranit. Por asnjë nga këta shtete nuk ka ndonjë leverdikje të bëjë një tentativë të tillë, themi, për sa i përket kësaj çështje. Por Izraeli gjithmonë është munduar të luajë lojra të tilla në kurrizë të Amerikës, sepse gjithmonë ka pasur në Shtetet Bashkuara, duke pasur parasysh që negociatat tashmë janë pezulluar, themi. Atëherë Izraeli nuk i leverdis kjo, pasi Izraeli vazhdon akoma luftën me Hezbollah, vazhdojnë betejë atje pavarësisht se u quajtur i ashtu quajtur armë pushim, por në asnjë moment nuk kanë ndërprerë luftimet nëmjet Hezbollah dhe Izraeli kërkon me çdo kusht të vazhdojë luftën me Iranin, deklaratat të cilat ata i kanë bërë që ne duhet të vazhdojmë luftën me Iranin deri në shkatrimin e Iranit, deri në ato pikat e tyre të famshme që ka vetë Netanyahu, jo populli izraelit, por i ka Netanyahu, pasi dihet mjaft mirë që mbarimi i këtij konflikti apo i kësaj lufte, Netanyahu duhet të dorëzohet në gjykatë Hagës. Zoti Merkoçi, do të kalojmë edhe pjesa e luftës me Iranin, pra ku nga një anë ka përpjekje për negociata dhe nga ana tjetër është ajo përplasja deri diku në terren sa i përket ngushticës së Hormuzit. Por të mbetemi sërish te Donald Trump, ku shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se po vlerësohet fakti që Donald Trump mund të mbajë të veshur jelek antiplumb përgjatë daljeve të tij publike apo edhe në raste të tilla siç ishte eventi i fundit. Në këtë rast ju si e shikoni, ka një rrezik potencial kundrejt presidentit amerikan Donald Trump, duke pasur parasysh edhe historikun e atentateve ndaj tij? Historiku i presidentëve të Amerikës është 4 atentate me pasojë vdekje dhe 10 atentate të dështuar në gjithë historikun e Amerikës. Kështu që në çdo moment presidenti i Amerikës është në këtë lloj temi pasigurie. Pasigurie ka shi një atentati të mundshëm. Kështu që nuk është ndonjë gjë. Donald Trump gjithmonë ka qenë me antiplum, se nuk del ndonjëherë presidenti pa antiplum. Po këto janë llafë pazarit. Po nuk mund dali presidenti i botës, dali i pambrojtur në kaq i lirshëm, domethënë, mos të ketë veshur një antiplum. Po veshin antiplum këta ram, ajo mo presidenti i Amerikës. Kjo është pak paradoksale themi. Nuk di domethënë se si mund të thuash që a është në rrezik, patjetër më që është në rrezik. Në çdo moment presidenti i Amerikës është në rrezik. Se tash ka persona të tillë, qofshin edhe të vetmuar, qofshin edhe grupe organizatash të cilat kërkojnë vrasjen e presidentit, por qoftë brenda, qoftë edhe jashtë Amerikës. Mos harrojmë se ka më tepër ka brenda Amerikës se sa jashtë Amerikës. Grupime dhe forcat të ndryshme të cilat duan të eliminojnë presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe po e ritheksoj, më tepër janë ata grupe që janë brenda Amerikës, se sa grupe që janë jashtë Amerikës. Dhe po t'i vëmë re, gjithmonë atentatet kanë qenë brenda Amerikës, nuk ka qenë ndonjëherë i përfshirë ndonjë vend jashtë Amerikës, e cili ka kërkuar të bëjë një atentat presidentit të Amerikës. Gjithmonë kanë qenë grupe brenda Amerikës, individ brenda Amerikës. Ajo që u thash, individ të cilët në Amerikë quhen ujqër të vetmuar. Zoti Merkoçi, të kalojmë pak në
përballjen mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, ku tashmë përballja nuk është në luftime të tilla siç e kemi parë për gjatë muajit të kaluar, por ka negociata underground, ka përpjekje për të arritur një lloj marrëveshje, po ndërkohë nuk ka palë të cilat mund të shprehen konkrete, pra mund të shprehen konkretisht për të arritur një marrëveshje, dhe ndërkohë ngushtica e Hormuzit vijon të mbetet ajo thembra e Akilit, pra ose më saktë vijon të mbetet problemi kryesor, çështja kritike në këtë rast. Ju si e shikoni, do të kemi një arritje të një marrëveshje apo do të rikthehen sërish palët tek luftimet? Atëherë po ta nis nga fundi dhe po të them që palët nuk do kenë marrëveshje dhe palët nuk janë në negociatë. Kjo është një bluf që po luhet, sikur palët janë negociata apo palët duhen në një marrëveshje, ku gjithmonë nga ana e Amerikës deklarohen se u arritët marrëveshja, po arrihet marrëveshja dhe në fund fare marrëveshja nuk bëhet. Ngushtica e Hormuzit është pikë nyje e kalimit të 20-25% të naftës botërore, por është 80% e gjithë industrisë botërore. Pra nuk është thjesht 20%, është 80% e prodhimit, e përdorimit të industrisë botërore. Pra ky 20% është shumë i rëndësishëm për Europën, kryesisht, dhe për vendet e tjera. Ajo që shohim që në ngushticën e Hormuzit gjithmonë është folur që është e bllokuar, por ngushtica e Hormuzit në asnjë moment nuk ka qenë e bllokuar. Gjithmonë kanë kaluar tankerat, kanë kaluar anije. Dhe kryesisht anijet që nuk bllokohen, e para janë kinezët dhe rusët. Pa llogaritur anijet e tjera, indiane, malezeze, japoneze, të cilat tashmë të gjithë bisedimet për kalimin e tyre nuk e bëjnë me Amerikën, po e bëjnë me Iranin. Pra, Irani tashmë ka marrë një forcë në ngushticën e Hormuzit. Por nga ana tjetër kemi edhe tubin i kalon nga Arabia Saudite në detin e Kuq, ku dhe aty vazhdon dhe transporton. Tashmë dalim tek pika tjetër. Ajo konflikti, ky lloj konflikti më tepër duket si një konflikt deklarativ, një konflikt i cili nuk prodhon asgjë, po vetëm deklarata dhe shtyri. Problemi është pse po shtyhet ky lloj konflikti dhe pse Shtetet e Bashkuara, të cilat deklaruan që do ta sulmojnë Iranin dhe nuk po e sulmojnë Iranin, se kanë të gjithë kapacitetet, se ka sjell avion, 9 ndece, 4 luftanije, avion të shumtë, nuk di se sa avion janë. Pra, ka rreth 50.000 trupa amerikane janë aty. Dhe pse nuk goditet? Dhe pse u shty kjo lloj negociata me Pakistanin, ku pala amerikane nuk vajtin në Pakistan për bisedime. Nëse do ta shohim pak më me kujdes, do shohim se kemi një dron të zhdukur. Një dron amerikan i zhdukur. Një dron i cili është komanda e ushtrisë amerikane në qiell. Që do të thotë një dron që qëndron 24 deri në 30 orë fluturim. Fluturon mbi 12.000. Mbi 12.000 e ka lartësi, është dron stil gjeneratës fundit. Dhe në këtë dron është e gjithë aparatura ku kontrollohet e gjithë lindja e mesme. Ky themi që është një karrike në tavolinë të shtabit përgjithshëm
po nëse do e quajmë shtabi i përgjithshëm të Amerikës. Pra çdo komandë dhe çdo veprim, çdo lëvizje e ushtrisë amerikane, çdo urdhër kalon nëpërmjet këtij droni dhe transmetohet. Ky bën edhe fotografimet, ndjer dhe sinjalet dhe kodet. Tashmë, ky dron ka një javë që është zhdukur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar vetëm zhdukja e dronit MQ-4C Triton. Dhe nuk është bërë më asnjë lloj deklarate. Irani nuk ka deklaruar, siç ka deklaruar herën e parë, para disa vitesh kur uli një dron të tillë e uli, dhe një dron të tillë e goditi, një tjetër më pas e goditi. Pra dy dronet e parë Irani ka deklaruar, qoftë për të parën që e uli, qoftë për dytën që e goditi. Dhe i treti nuk është deklaruar nga Irani, nuk kemi asnjë lloj deklarate. Tashmë duke mos pas asnjë lloj deklarate, nuk dihet se ky dron ku ndodhet, është ulur në Iran. Pra iranianët kanë arritur ta ulin, siç bën me të parën. Mirë, po mos harroni se ulja e këtij droni do të thotë që ti marrësh të gjithë kapacitetet logjistike të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të gjitha aparaturat janë aty. Është një dron që kushton mbi 60 milion dollar. Pra, ky nuk është dron i thjeshtë, nuk është dron gjujtës, nuk është dron bombardues, nuk është dron vetëm për të bërë ca fotografira, po ky është dron, thash, që është dron komande. Në këto kushte, në momentin që është zhduk droni, në atë moment kanë filluar u bë ajo shtyrja e famshme e Trumpit, që e shtyu për 48 orë, atë 10 ditë që në shtyu pastaj për 48 orë dhe vazhdon akoma shtyrje. Për ne themi, nuk kam bisedime. Për sa kohë Amerika nuk e ka saktësuar vendodhjen e këtij droni, dhe ju dyshim se nëse do ta saktësoj, në momentin që do ta saktësoj vendodhjen e këtij droni, Amerika do godasi atë zonë, do ta godasi në mënyrë të rrëfeshme dhe me rebesh, sepse me çdo kush kërkon që të zhduki të gjithë gjurmët e këtij droni. Sepse mos harroni, nëse ky dron është ulur, iranianët kanë arritur ta ulin, i gjithë ky informacion i ka vajt edhe Kinës, edhe Rusisë, edhe Koreas Veriut. Në këtë rast, të gjithë po mundohen ta justifikojnë unë kam pa gjithë analizat që kanë bërë, qoftë edhe këta njerëzit e Mossadit, qoftë edhe këta njerëzit që dje kanë qenë kundër Trumpit, sot hiqen sikur janë pro Trumpit apo pro Amerikës, ta bëjnë ato të bukurin, na bëjnë atë analistin e fort, këta që i din gjitha, kur s'din asgjë, dhe mundohet të japin sinjale të cilat i çojnë në atë pikën që tashmë po toleron Amerika, nuk do që të bëj këtë dhe nuk do që të bëj atë, sepse në realiteti i sotshëm është, po e ritheksoj, është pikërisht humbja e këtij droni. Unë e kam theksuar dhe në një intervistë tjetër ku kam thënë që kjo është njësoj si kur tulesh shtabi i Amerikës tulet në tavolinë dhe të ketë dhe një iranian, një karrige të takoj Iranit, pra të marrë vesh gjithë informacionin. Dhe t'jeni të bindur që çdo gjë varet pikërisht nga vendodhja e këtij droni.